ashtu është se po gjykohet lufta ushqimtarët të Kosovës, madje vetë kemi dëgjuar nëpërmjet të informimeve që shpesh herë kanë treguar që kjo akuzë ka të bëjë edhe me ushqimtarët të Kosovës nga ana e prokurorëve. Dhe në këtë drejtim e krijon një opinion pozitiv lidhur me luftën e ushqimtarëve të Kosovës, mirë po edhe padrejtësitë që përjuvën krerëve të Ministrit të Përgjithshëm të ushqimtarëve të Kosovës, me një gjykim të shtërgjatën me dëshmitar të ndryshëm jo relevant. Sipas kësaj që thoni ju, ideja është vetëm ti dëshmohet gjykatës që populli nuk është në anën e gjykatës siç ka pretenduar kryetaria? Krijimi i opinionit pozitiv për ish-krerët e ushqimtarëve të Kosovës, sepse protestat në aspektin juridik, praktik, në proces, në tavolinë ku vendoset, nuk ndikojnë, nuk e parashë ligji me ndiku. Mirë, po në krijim të opinionit, edhe të gjyqtarët, edhe të bashkia ndërkombëtare, protestat natyrisht që ndikojnë pozitivisht. Opinioni edhe në çështjet ligjore është i rëndësishëm dhe ndikon pozitivisht. Mirë po, jo në aspektin formal e juridik, jo në ndikim të provave ose të dëshmitarëve. Është mirë që po marrën protesta në Tiranë, konsideroj se ajo mund të jetë vetëm pozitive, nuk ka asgjë negative, mirë po sa i përket procesit gjyqësor atje, nuk besoj që ka me pas ndonjë impakt të madh. Mirë, do të vazhdojmë pastaj ju si e shihni këtë, çfarë ndikimi mund të ketë mbi procesin, mbi një rast juridik, një protestë e tillë? Po një ndër premisat apo parimet themelore në një drejtësi objektive të pavarur është dhe besimi i publikut. Pra kur flitet për një sistem të drejtësisë dikur në një shtet demokratik, përmendet dhe thuhet që besimi i publikut do të jetë në nivelin sa më të lartë në një gjykatë. Pra, në rastin tonë konkret, pra kur ka qenë opinioni publik kundër themelimit të gjykatës speciale, ishin krerët e UÇK-s, pra vetë Hashim Thaçi, Kadri Veseli, që lobuan që të themelohet me qëllim që Kosovës të hiqen re të zezën nga raporti Dick Martit. Pra gjithmonë opinioni publik është në konfront me vendimet politike kur themelohet diçka dhe tash këto protestat e veteranëve të UÇK-s, edhe në Hagë, edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë dy herë, dëshmojnë se besimi i publikut të Kosovës në dhomat e specializuara është zero, ose është i zbehur, dhe është një farë mesazhi që ju po edhe për shkak të procedurës shumë të tërgjatur dhe shkeljes së parimit të publicitetit dhe mbi 70% apo 60% gjykimit ka qenë i privat, i mbyllur dhe publiku nuk e ka pa, ndërkohë që prokurori Smith është i diskredituar dhe nuk ka për shkak të akuzave nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, për shkak të dyshimeve për korrupsion, dhe kemi parë që zyra e prokurorit special ka pranuar dhe dua vetëm për t'ju nxit një opinion tjetër. Edhe në Kosovë nuk është se opinioni ka besueshmëri të lartë tek gjykatat. Biles gjykatat në matjet që janë bërë kanë dalë institucionet me besimin më të ulët shumë shpesh. Megjithatë, kjo nuk i ka ndaluar gjykatësit që të dënojnë njerëz aq sa mundën. Ne po flasim për Kosovë, për Kosovë po flas, për Kosovë, për marrë si shembull. Në aspektin formal juridik. Gjykatësi nuk i intereson kredibiliteti i gjykatës, ai vendos mbas. Andaj po them në procesin konkret, në gjykimin që po mbahet ndaj personave të caktuar, çfarë mund të prodhoj? Po tham mund të prodhoj se opinioni publik, pra publiku i Kosovës nuk ka besim në një gjykim objektiv të pavarur nga dhomat e specializuar për shkak dhe të gabimeve që i kemi pa, për shkak dhe të mos mekanizmave të monitorimit, sepse edhe qeveria 5 vjeçare, por edhe vetë Këshilli i Evropës nuk krijuan një mekanizëm të monitorimit për procedurat penale ndaj krerëve të UÇK-s. Pra, në aspektin e dëshmitarëve të mbrojtjes, krerët e UÇK-s ishin aleat të NATO-s dhe atë që po thuhet që ata nuk ka një mundësi të vërtetohet përgjegjësia komanduese dhe as ndërmarrja për bashkëkriminale, i bie që po dënuan vihet në diskutim edhe intervenimi i NATO-s në Jugosllavi. Prandaj sepse origjinën e politik, më tepër konotacion politik në kontekst historik sesa juridik. Unë po flas ju si jurist, një gjykatës nëse ka përpara një lëndë me prova, argumente, dëshmi, dëgjime, qofshin ato treme, nuk po hyjnë atë anë. Tashti, nëse ka një lëndë të tillë,
A e merë për bazë dhe opinionin ose disponimin e të tjerëve? Juridikisht, po pyes, vetëm Asnjë juridikisht. ndikim nuk e ka në procedurë penale për të vendosur një trup gjykues apo një gjyqtari vetëm në një lëndë penale. Por besimi i publikut në atë gjykim, pra që ka filluar në 2021 apo 2022, në 2028 ka filluar. Dhe deri me tash besimi i publikut ka rënë, sepse po të ishte e kundërta, pra të ishte objektive, pavarur, profesionale, dhe më të specializuar, zyra prokurorit special, jo që nuk do të kishim protesta, por do të kishim opinion pozitiv, për shembull, sikur të ndërprej para burgimi, sikur të mos ishte gjysma gjykimit e mbyllur, duke shkel parimin e publicitetit, sikur mos të ishte i diskredituar prokurori Smith, sikur mos pranoshin prova materiale nga UDB-ja e Miloševićit, sikur mos të kishte dëshmitar qesharak që flisnin për mzate, për lop që i ka hup në luftë. Prandaj besimi i publikut ka shkuar duke rënë, edhe përkundër që besimi i publikut as atëherë nuk ka qenë në nivelin e duhur, me qenë sekreto që kësdashëm, thotë për kundër opinionit publik. Mendimit të opinionit publik e kishte themeluar dhe kishte lobuar për të themeluar gjykatën speciale me qëllim të mbrojtjes së interesave të shtetit Kosovës. Pra, i ka sakrifikuar interesat e vetë personale. Mirë, se do të kthehemi pastaj edhe tek ato zhvillime urdhënës se duhet t'ia fjalën edhe zotit. Krimi i opinionit në mënyrë indirekte. Mënyrë indirekte ndikon edhe te gjykatat. Ndikon edhe në Kosovë dhe në gjitha vendet. Opinioni publik, së gjëzeti shumira së rejtë që varet do të me pa dhe besimin e opinionit popullasë në gjykata. Për ata bëhen edhe matit sa i beson populata apo... Për ata dhodë në emër të publik të gjykime. Në vend sa i besojnë gjykatave. Aja... Pra thani që gjyqtarit i intereson opinioni publik dhe ka kujdes se si vendos për një gjykim. Sa i vendos në emër të qytetarëve të Kosovës dhe në emër të qëti opinioni publik. Dhe nëse opinioni me shumicë mendon që është një padrejtësi e madhe, gjyqtari detyrimisht ka me shërtu provat një nga një me seriositet shumë më të madhe se sa me nejt na edhe mos me bo kurgjë. Mirë, do t'i kthehemi sërish